të rihapet seanca e shqyrtimit gjyqësor. Sqarohen e sa i përket pretendimet prokurorisë në raport me numrin prej 19.500 veteranë. Nuk është provuar dhe nuk është vërtetuar se asnjëri nga të akuzuarit kanë kryer veprën penale siç akuzohen, për të specifikuar numrin e saktë të veteranëve me 6 veteranë të rrajshëm siç quhet në këtë rast. Shëndetje të gjithëve. Ha? Uloni. Atëherë njoftoheni se trupi gjykues seancën për këshillim dhe votim. Me kuptim të nenit 358 Kodit Procedurës Penale ka vendosur që të rihapet seanca e shqyrtimit gjyqësor vetëm edhe për një seancë gjyqësore për sqarimin e çështjeve konkrete në raport me numrin prej 19.500 veteranë të cekun akt akuzën prokurorisë speciale të Republikës Kosovës dhe seancën e shqyrtimit gjyqësor e caktuar me 20 maj, në të cilën mendojmë ta përmbyllim edhe këtë çështje penale gjyqësore, në të cilën gjykata do të dërgojë ftesa në mënyrë të rregullt dhe do të kërkojë që të sqarohen sa i përket pretendimet prokurorisë në raport me numrin prej 19.500 veteranë, ashtu që ka vepruar edhe mbrojtja e Rustem Berisha, avukat Artan Çerkini, lidhur me pretendimet e prokurorisë sa i përket numrit prej 19.500 në për secilën zonë. Kjo është e tëra shihemi me datën 20 maj. Po sot përderisa ne presnim shpalljen e verdiktit final lidhur me rastin veteranët, po ashtu presnim që të lirohen nga këta akuza, meqense se nuk është provuar dhe nuk është vërtetuar se asnjëri nga të akuzuarit kanë kryer veprën penale siç akuzohen. Gjykata në mbështetje të dispozitave ligjore rihapi edhe një herë shqyrtimin gjyqësor, me vetëm sipas gjykatës për të specifikuar numrin e saktë të veteranëve me 6 veteranë të rrajshëm siç quhet në këtë rast, e që ne vlerësojmë që ishte e panevojshme, ndoshta edhe pa arsyeshme, meqense nuk e dim se çfarë kanë menduar trupi gjykues meqense kanë lihap, por nuk ishte fare kontestuese kjo çështje, e të numri i përgjithshëm i veteranëve që pretendon prokuria, pra ka jashtëzakonisht shumë dilema e paqartësi, por nuk është vërtetuar në asnjë formë se Komisioni Qeveritar për njohjen e statusit të vlerave të luftës, pra kanë përgjegjësi penale lidhur me çështjen siç pretendon prokuria. Megjithatë keni prova ju si mbrojtje nëse ju kërkohet që një soi sigur se mbrojtja e zotërit Berishës të paraqet në gjykatë. Gjykata me gjas ka menduar gabimisht këtë rrethon, sepse i mbrojturi im Faik Fazliu nuk ka qenë komandant jashtë një zone dhe nuk mund të argumentoj dhe të jap prova për ndonjë zonë konkrete. Pra ai ka qenë sekretar nga qeveria dhe nuk mund të afroj prova se kush ka qenë apo kush nuk ka qenë. Dhe në përgjithësi Komisioni Qeveritar pra kanë pranuar shifra të përpunuara më herët në për zona, dhe se Komisioni Qeveritar në një farë mënyrë kanë qenë president të kësaj çështje, pra për të dekretuar diçka që ka ardhur gatshme e gatuar në Komisionin Qeveritar. Zoti avokat, çka në 19.500 janë veteranë të rrajshëm që dyshohet është fryrje e numrave apo çka është? Prokuria ka marrë një herë ka vendosur një numër 19.500 se veteranë të rrajshëm, po e sakt, dhe në mesin e tyre ka shumë të atill që kanë qenë, që unë njoh personalisht, nga fillimi deri në fund pjesë e luftës. Po ashtu prokuria pretendon se ata që kanë qenë të mitur, kanë qenë roje, kanë qenë departamentin e mjekësisë, logjistike të tjerë, ata nuk kanë qenë veteranë, e që prokuria ka plotësisht gabim, sepse ka huq cakun e hetimit dhe të akuzimit në këtë rast. Pse mori këtë vendim gjykata? Gjykata mendon të specifikojë diçka, e që kjo tani lë me dyshje të tjera edhe për pretendimin e gjykatës dhe për verdiktin final gjykatës, e që ne shpresojmë se nuk do duhet përfundonte tani me një seancë meqense u rihap, do duhet që eventualisht të ballafaqohemi me prova tjera shtesë, sikurse nga ana jonë, edhe nga ana e prokurisë, dhe ta shohim se si do të përfundojë kjo çështje.